Habit studimi, do befasojeni me atë çfarë thot ngjyra juaj e syve për ju. Zbulojeni tani. Mund të keni dëgjuar shpesh kur thuhet se syt janë në pasqyrë e shpirtit të një njeriu, por sa e vërtet mund të jetë kjo? Ndoshta edhe ju ndonjëherë ju ka shtyr kurreshtja që të shikoni përtej ngjyrës së syve të dikujt. Prandaj në këtë video ju do të kuptoni disa karakteristika të personave me baza të ndryshme të ngjyrës së tyre të syve. Sipas Bright Side, në këtë video do të rendisim disa nga karakteristikat kryesore që do të ofrojë ngjyra juaj e syve për karakterin dhe atë që tregon edhe për ju. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Njerëzit me ngjyrë blu. Është ngjyra e syve e dytë më e rrallë për sa i përket përhapjes së saj në botë dhe thuhet se personat e tillë kanë një fuqi speciale për të joshur të tjerët. Ndoshta është për shkak të zgjuarsisë së tyre që nuk mungon, si dhe për shkak të paqes së valve të detit që duket sikur të shpalosin përpara syve kur sheh një person me sy boqelli. Por ajo që ka rëndësi është që kurrë mos guxo të konkurosh për të fituar zemrën e dikujt me një person me sy boqelli, por ke për të humbur gjithmonë për këtë. Ngjyra e syve është unike për gjithë secilin prej jush, por nëse syt i keni blu, atëherë jeni akoma dhe më special. Njerëzit me sy blu janë vërtet të rrallë. Shumica e njerëzve kanë në sy kafë, ndërsa vetëm 8 deri në 10% janë me fat që kanë në sytë e tyre ngjyrë blu. Sipas World Atlas, shumica e njerëzve me sy blu jetojnë në Europë, por ju, nëse i keni syt blu, ku jetoni? Ato mund t'i përballojnë më lehtë të dhimbjet. Njerëzit me këtë ngjyrë të syve janë me fat dhe kanë një tolerancë më të lartë të dhimbjeve sesa njerëzit me sy të errët. Një studim i Universitetit të Pittsburghut anketoi 58 gra që prisnin foshnja dhe zbuloi se gratë me sy blu përjetuan më pak dhimbje dhe përballuan më mirë presionin. Ndonjëherë nënat mund të vërtetojnë këtë hipotezë. Syt blu në të vërtet nuk janë blu. Shumica e racave njerëzore marrin ngjyrën e tyre kafe nga melanina, pigmenti që është përgjegjës edhe për ngjyrën e lëkurës. Por kur bëhet fjala për sy të blu, atë e marrin ngjyrën e tyre si rezultat i pasqyrimit të dritës, thjesht i njëjti mashtrim që bën oqeani me qiellin që duken blu. Ndaj keni të drejtë të krenoheni me sytë të tuaj. Të gjithë njerëzit me sy blu kanë të njëjtin paraardhës. Një ekip shkencëtarës në Universitetin e Kopenhagen zbuloi se të gjithë njerëzit me sy blu mund të kenë një lidhje të fshehtë. Diku nga 6 deri në 10.000 vite më parë, të gjithë kishin sy kafë, por në një moment genet që kontrollonin nivelin e melaninës bën mutacion. Ky mutacion kufizoi sasinë e melaninës që mund të prodhohet e ktheu atë në sy blu. Të gjithë njerëzit me sy blu e kanë trashëguar këtë kthim gjenetik pikërisht në të njëjtin vend në ADN-n e tyre. Njerëzit me sy blu janë më të ndjeshëm ndaj dritës. Nëse sytë tuaj janë me ngjyrë të çelur, duhet të jeni të kujdesshëm kur i mbroni nga dielli. Okulistët besojnë se njerëzit me iris blu priren të jenë më të ndjeshëm ndaj dritës. E po ja vlen që t'i mbroni ato dhe të vazhdoni gjithashtu edhe gjërat tuaja më të mira që keni. Njerëzit me sy kafe. Ngjyra kafe e syve është më e përhapura në botë. Mendohet se rreth 55% e popullatës ka sy kafë, por kjo nuk do të thotë se duke pasur sy të kafë, atëherë mund të jeni më pak special. Përkundrazi, personat me sy kafë duket se janë më të zakonshëm edhe në këtë aspekt përpiqen të jenë sa më ndryshe në aspekte të tjera të karakterit të tyre. Mendohet se personat me sy kafë kanë aftësi shumë më të mira flirtimi dhe janë shumë persona me stil në veshje. Gjithashtu, kafja e hapur mund të jetë gjithashtu një ngjyrë e veçantë e syve tuaj dhe mund të karakterizojë një pjesë të madhe të personave. Thuhet se syt mund të jenë gjithashtu ndryshimi parësor për ju, edhe në atë që tjetri mendon për ju. Por çfarë mund të tregojnë më shumë për jetën edhe ngjyra juaj kafe e syve? Sipas ekspertëve, ngjyra kafe është një nga ngjyrat më të shumta që mund të hasni pjesa më e madhe e popullatës.
Sipas karakteristikave, këto janë të dhënat e tyre. Janë të pavarur, të sjellshëm, të kujdesshëm dhe kanë shumë dëshirë të kenë miq të rinj. Janë gjithmonë në përpjekje për të zbuluar gjëra të reja në jetë, por kjo edhe në praktikë kur është fjala për kujdesin ndaj njerëzve. Janë të përgjegjshëm, krenar dhe kokfort për gjërat që duan. Kanë tendencën ta tregojnë dashurinë për njerëzit që kanë rreth vetes. Janë zakonisht njerëz të lumtur dhe konsiderojnë veten me fat, sepse ndjejnë veten pranë natyrës, shijojnë gjithçka që është krijuar nga ajo. Edhe pse kanë një vetbesim të theksuar dhe jo të vendosur, ndonjëherë mund të shohin vështirë edhe të kuptohen nga njerëzit e tjerë. Nuk e përshfaqin plotësisht veten sepse u mungon besimi i plot të tjerët. Njerëzit me sykaf dashurojnë shumë dhe janë besnik të palëkundur. Nëse doni të keni një marrëdhënie të sigurt dhe të gjatë, kaloni nga rruga atyre që kanë sy të kaf, citon studimi. Po ju, a keni sy të kaf dhe cila është karakteristika juaj më e madhe për këtë ngjyrë? Njerëzit me sy ngjyrë jeshile. Gjithçka që dihet për personat me sy të tillë është se janë vërtet special. Është ngjyra më e rrallë e syve, më e përhapura në botë. Personat të tillë janë shumë enigmatik. Mund të kalosh shumë kohë me ta dhe sërish mos të arrish të nxjerrësh ndonjë informacion që ata vetë nuk duan ta tregojnë. E rëndësishme është që nëse pranë vetes mban persona me sy ngjyrë jeshile, dihet se ata do të ndryshojnë në botë kuptimin tënd në debatet me ta. Duket sikur të bëjnë magji me sytë e tyre, dhe kjo mund të jetë gjithashtu edhe një ndryshim më i madh për ju. Ngjyra jeshile e syve është një rast i shumë i ndjeshëm në jetën e përditshme, por gjithsecili nga ne e ka një person të afërt, të njohur ose një mik me këtë ngjyrë të syve. Njerëzit me këtë ngjyrë sysh dallohen për disa tipare karakteristike, siç mund të përmendim. Vetëm 2% e njerëzve në botë kanë ngjyrën e syve të gjelbër. Sytë e gjelbër janë të tërheqës, por njerëzit me sy të gjelbër janë më të fiksuar pas vetvetes. Njerëzit me sy të gjelbër priret të jenë lider dhe të kenë respekt për ata që arrijnë shumë. Kompromisi nuk konsiderohet si pika e fortë e syve të gjelbër. Njerëzit me sy të gjelbër janë më kurioz se të tjerët dhe kanë më shumë interes në arte. Sytë e gjelbër janë të dëgjueshëm dhe gjithashtu edhe mendim prejt. Njerëzit me sy të gjelbër thuhet se bëjnë gjithmonë të tjerët të qeshin. Sytë e gjelbër janë karizmatik dhe simpatik. Sytë e gjelbër konsiderohen gjithashtu si sytë më joshës sipas studimit. Njerëzit me sytë e tyre ngjyrë të zezë. Persona të tillë do të donin t'i kishte kushdo në familje ose në grupin e vet shoqëror. Janë personat më besnik që ekzistojnë. Këshillat që do të merrni prej tyre janë të gjitha pjesë e eksperiencës jetësore që ata kanë kaluar. Gjithashtu ata kanë fuqinë që kurrë të mos jenë të mërzitur me shoqërinë e tyre dhe gjithashtu të marrin edhe hapa më të mirë gjithashtu edhe për të patur një jetë më të plotë. Shekuj më parë për të vlerësuar shëndetin fizik, mendor dhe emocional në të gjithë personat, përdorej gjithashtu iridologjia. Ngjyra, modelet dhe faktorët e tjerë që i bënin sytë tuaj të veçantë mund të tregonin shumë për shëndetin tuaj. Irisi është një zgjerim i trurit dhe është gjithashtu i përbërë nga mira mbaresa nervore. Ngjyra dhe modeli i irisit mund të tregojë shumë për shëndetin e organeve të brendshme trupore dhe gjithashtu edhe shëndetin e përgjithshëm, citon Simple Organics Life. Si rregull, linjat e irisit duhet të qëndrojnë shumë afër njëra tjetrës. Në këto raste, syri juaj tregon se ju keni sistem imunitar të fortë për të përballur me probleme të ndryshme. Nëse linjat e irisit marrin forma të shtrembërta me lëvizje larg nga njëra tjetra, atëherë mund të tregojnë për një parregullsi të organeve të brendshme. Shpesh kjo lidhet me qarkullimin e dobët të gjakut. Ndryshimet në ngjyrën e syve ose në paraqitjen e shenjave të bardha në iris në shumë raste tregojnë për probleme shëndetësore gjithashtu. Nëse keni sy blu ose jeshil dhe vëreni shenja kafe në irisin e syrit dhe bardha e syrit ka një ngjyrë të verdhë, paraqituni tek mjeku për të parë nga afër edhe problemin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.